Kur janë me rroga të mira këto, konsum edhe praktisin vendin, ai nuk është arsyeshme. Tash nuk kanë arsye me lanë vendin për shkak se janë krijuar kushtet edhe punë se në ato gjeneratat e viteve 2000 se nuk kthehen ata të përmbashmet po ata jo. Përshëndetje. Çfarë mendimi ke për rinin që po e lojnë vendin tonë? Tash nuk kanë arsye me lanë vendin për shkak se janë krijuar kushtet edhe punë se edhe. Apo mendon që pagat ose rrugat e vogla janë të e bu që rinia sot me dal jashtë? Megjithatë një mendsi tjetër është me gabueshme kur janë me rrogat të komuna të mira këto, konsum edhe praktisin vendin, ai nuk është arsyeshme. Nuk është po ju thot mendja ashtu. Një fëmijë yti kishte thonë apo du me e lon vendin tëm. Cila është këshilla jote që ja kishe jep? Këtu me punua, këtu me jetua dhe askund tjetër. A mendon që krejt ata që kanë më shku, kanë më kthy atë? Këto gjeneratat e viteve 2000 këndej zhgënjejnë këto, shumë zhgënjejnë këto. Pse? Se nuk kthehen. Nuk kthehen, ata të përmbashmet po ata jo. E pse po mendon që ata të përmbashmet kthehen? Sepse ata s'kan mujtë më socializu atje, me qenën të kyçën ato, sikur rinia tashme, kja po përgatitet me arsim të lartë, superior. Ata po dëshirojnë atë kuadër. Normalisht liria që ju ka jep rini sot është shumë e madhe se sa në kohën e juaj që e keni pas. Çfarë këshilli kishe jep rinis sot që mos më e lën vendin tonë? Kur ka mundësi, ka një rrugdalje, ka një shtek tjetës, to është lumturia me falenderojmë shumë i nderuar që ndodhur me ne. Paq edhe sukses. Momenti më keq jetës ime ka qenë kur kam qenë 7 vjeçar. Pse? Pse në shtatën ku më tu ka pas 6.000 shumë. Edhe për çata? E pi aty ne baba shikën mal, punoj që shikën mal me dron, pas të nëntën atëherë. Edhe unë kur u vanu baba nona thash kur që ka vu, tu shku ato 6.000 në skombe, koshe, i vogël, në 70, pas të nëndë. E ai moment a keq. Kërë gjitha babën ishkan string, i kështë pasipa e bolla për mi. Ka dek prej... Ja, s'ka dek, ja. Ka jetu, mos të një. Ka jetu, 92 vetë ka jetu. E të në shiti shpijin atë në shatë, e ra unë ka qënë. Do me thonë ty të kanë lënë trauma që të? Qatë trauma, të në këmë pasë tjera, ka shumë trauma, unë jam mamë në biznis, këmë punu shumë, Çfarë biznesi e ke pas? Këtë ti të the katës ku ka do ligji për punimin e lëndës sekondare, në më një pari, në Kosovë, tretin ishë Kosovi. Tash, a merresh me diçka? Jo, tash do t'ja filloj. Me politikë dhe thaj. Me politikë? Po. Çka ki me po me politikë? Do t'a formoj subjektin të jam politikë. Ki me formu një parti të re? Po, parti të re. Që shka me uthira ajo parti? Lëvizja reformative shqiptare, e Shqipërisë etnike. A mendon që kime mujt me bo diçka me atë parti? Mujt, që i kumë lidhë për 37.000 në nëshkrime. Qa kishe ndryshu ti kur nëse... Mas pare aprovoj kushtetutën e vendit. Kushtetut moderne, europiane. E kushtetut që ka morë 100 milion atisari, në ka kushtu shtrejnë. Qka kishe bo diçka ndrysh për partive tjera? Ndrysh për partive tjera, unë qka ta kam programe realizoj. Unë shqiptarët e Macedonijës nuk lehe me thonë, shqiptarët e Maurizi, a janë këtë Qipëria dhe Serbisë. Unë me një republikë du mi pa shqiptarë. Faleminderit shumë për te, turojmë suksese. Faleminderit. Përshëndetje qika, a mundeni me më tregu se cili ka qenë momenti ma i mirë një që veçani që ja u ka ndryshu jetën juve? Për mu pësoj se kam gjetur shumë gëzim kur isha me familjen time, edhe ndoshta nuk ishte një moment fix, por... A unë e vishë me dojtë pak ma që shmesin dhjë të në rrët direkt? Po, është kjo më mirë. Po. Okej. A me bo në pytja? Përshëndetje qika, a mundeni me më tregu cili ka qenë momenti ma i mirë njëtë që me thonë ja u ka ndryshu jetën qaj moment? Okej. Ndoshta parë 2 vitesh isha me familjen time, edhe isha me vlajnë i madh dhe i vogli edhe me motrën time edhe me prindrit. Edhe ishte një verë shumë i bukur edhe më pëlqeu shumë se për mua është
është qik rrallë për të qenë me të gjithë familjen time. Edhe kjo ishte njëri nga momenti, edhe më pëlqeu shumë se për mua familja është gjithçka. Normalisht. Domethënë, a ki pas një familje të lumtur? Po, sigurisht. Edhe ka qenë në bikim shumë të madh në jetën time, edhe më ka ndihmuar shumë me gjetë vetëm time. Edhe thjesht jam shumë e lumtur për familjen time. Je lumtur për familjen që e ke kalu. Po. A ka pas ndaj rast që të ka mungu diçka prej familjes? Që thu të kisha pas që në qëtë moment që nashta i kishë ndryshu familja jam. Kishte në moment kur ishim duke lëvizur nga një shtet për një shtet tjetër. Po edhe ishte i vështirë se njëri nga vëllezërit e mim nuk erdhi me ne. Ai qëndroi në atë shtet. Edhe për mua ishte i vështirë se isha i vogël edhe nuk kuptova shumë mirë pse e ndodhi. Por kisha pache se e dije që ne mund të jetojmë larg prej njëri tjetrit, por për shkak të Zotit dhe për shkak të besimit që kishim në Zot, ne mund të jetojmë për gjithmonë pas vdekjes edhe mund të jemi së bashku shpirtërisht. Shpirtërisht. Po. Po e shoh që pas ke libri i Mormonit, një dëshmi tjetër e Jezu Krishtit. Po, qashtu. A mundesh me na tregu pak për këtë libër? Po. Ka shumë çka dim për ta. Po. Kjo libër është një libër shumë i veçantë edhe gjithmonë i them që është një mrekulli që kena sot në tokë, se është në dëshmitësisht të është në dëshmi tjetër Jezu Krishtit. Se edhe punon me Biblën, edhe pak shumë si Bibla është një nare lash për njerëzit e Zotit që jetuan rreth Izraelit. Libri Mormonit është një nare lash për njerëzit e Zotit që jetuan në Amerikën e Lashtë, në kontinentin amerikane. Edhe kështu kena histori të profetëve dhe të njerëzve dhe luftëve të tyre. Edhe sidomos në ngjarja kryesore në librin e Mormonit është kur Jezu Krishti ju sfaq njerëzve në Amerikën e Lashtë pas ringjalljes së tij. Pas ringjalljes së tij. Po. Aja u kishte sugjeruar krejt njerëzve me lexu këtë libër. Po, thjesht e di dhe kam një dëshmi shumë i fortë që e di që kur ne lexojmë librin e Mormonit ne mund të marrim sa më shumë paqe në jetën tonë, se na sjell më afër Zotit. Më afër Zotit. Po. A ka pas rast, nështë po bëj gabim që po e përmeni këtë pyetje, që ki dasht me ndryshu fen, me u bu për shembull muslimane. A ki shoqni musliman, shoqëri? Po, jam takuar me shumë njerëz që janë shumë të mirë që janë musliman, edhe kam shumë shoqëni me ta. Dhe po arsye se jam krishter është se e di që gjithçka që kam në jetën time është për shkak të Jezusit edhe për shkak të Ungjillit të tij. Edhe kam mësuar shumë për ta nga libri i Mormonit. A ka pas rast që ki dash me lexu ndonjëherë librin e Kuranit?